Në lejet kthehena pak në vitin 2000, kur edhe në 99, besa 1999, kur ne kemi dërgu flet pagesat, oro transferet në kopje fizike në bankën qendrore. Tani me këto sisteme moderne, gjitha pagesat, qoftë vendore, qoftë ndërkombëtare, kryen nga zyrat, qoftë banka komerciale, qoftë Ministrisë Financave. Pra, projekti i RTGS-it është një projekt shumë i rëndësi, i cili është implementuar në Bankën Qendrore dhe është jashtëzakonisht sistemi i qëndrueshëm, mirë po projekt i cili kontribon për çështje të mëvonshme, siç është çështja SEPA-s, çështja SWIFT-it, është një projekt i radhës që kemi implementuar në Bankën Qendrore, edhe cili ka lehtësu pagesat ndërkombëtare. Deri në atë kohë, ne është dashur kemi një bankë korrespondente në botën jashtme, domethënë banka vendore është dashur të ketë një bankë korrespondente për pranimin e pagesave vendore. Edhe këtu ka pas një mori gabimesh te pagesat vendore kur janë kthy. Gabimet pastaj kanë kërku shpenzime bankare shtesë, sepse në çdo lëvizje nga bankat është kërkesë për pagesë. Kështu që SWIFT-i ka eliminu këto çështje të gabimeve edhe çështjet e bankave korrespondente, domethënë që ka shkurtuar edhe kohën, mirë po edhe çështjen e kostos. Projekti i regjistrit kredive është një projekt që thashtu kryesisht vendor, i cili është krijuar në kohën time sa kam qenë në zëvendës guvernator, edhe është funksional, domethënë mban databazën e borxhlinjve apo kreditorëve të Kosovës, qoftë në institucione financiare jo bankare, qoftë nga bankat komerciale, në gjitha dhonat i mban ky sistem dhe banka apo institucionet financiare i qasen këtij sistemi për të marrë historikun kreditor të personave që aplikojnë për kredi.